Mirë, faktikisht jemi këtu në një prej pjacave, mos gabon, pjaca kryesore e Udinës, apo ja, ta përshkruaj pak qytetin. Udine është shtëpia jonë e dytë, pa diskutim. Vendin tanë nuk ta se vendson askush, por mas 25 vjetë është ba shtëpia jonë, është ba vendi jonë, për mua është si me shku në Shkodër. Jam në shtëpi, si thojnë në italian, gioco in casa, jam 15 vjetë që punoj në qener këto dhe normal të më duke si me kënë në bërtem. Qytet i vogël edhe është normal që njerëzit njihen tanë, është pak a shumë është në Shkodër. Tanë din gjithçka, edhe normal kur je personazh publik që punon një ambient njohin masanet për shnesi, sepse njerëzit i konsiderojnë to në bazë jo vetëm nga kjo ardhë, por edhe kush je qa ban. Nuk ka paragjykime të rana këtu, nuk ka... Tu vlerësojnë për kush je, jo prej ka kjo ardhë. Pse u vendoset pikërisht këtu? Këtu ka shumë shkodranë. Duke që ju ka pëlqy... Sepse ka një 6 minutë papame, jena 20 minuta nga deti, 20 minuta nga mali. Jena në kufi, me Slovenin, me Austrin, si që Shkodër me Malezi, me Kosovën. Temperatura, klima është shumë e ngjashme, në i gradë ma... E normal që është pjesa e Italisë që funksionan. Me lanë zjurëm, në ka është këtë kollaj, por në i shenjë lamë dhe na, në i shenjë kene lanë dhe na në Udinë. Normal që ekziston gjithkun aja, ta kanë shumë tradicionalisht që edhe kujshin dojnë me po i fje ma keq se vedin, po problemet mëja s'kena pas asnjëherë me ta. Janë njerëz doan që tolerojnë bajagi, tolerojnë. Shqiptar unë kam pas edhe 50 punë me mu, po kam pas edhe italian shumë unë, sepse nuk kam dash vetë me kriju këta getot, e këta munda, për mu du të me jetu me tanë, që që për mu ka kenë politik me i marrë edhe italianët edhe shqiptarët, mos me pas ata me kriju ata klanet si kur i kanë arab, zakonisht, e kinez, e këto, ne, në fakt, pra ne edhe në qujnë ma tin të grupit për këtë motiv. Kena organizu festat e shterimit, festën e pavarësis, festat e mësuses, mamave, i kena ba gjithmonë bashkë me shqiptarë. Nuk janë shumë të lidhun, po norma, mena norma, si mas me, nuk janë shumë të lidhun, sepse janë më të lidhun janë komunitetet tjera. Shqiptarët janë individualista, bajagishë për natyre, dhe nuk është se para pëlqejnë shumë ta, po prap, jena në raporte mira me njëri tjetrin, respektohen ai shumë. Kena hi me kratë djopë, që quj dhe. Si a ke bërë? Kushtetuta e Italisë thot, ne një dy më duket është thot, Italia është një republikë e bazuar në punë. Edhe unë e kam lexuar. Si kam lexuar, jo ashtu e kam punë zbatim, nenin dy. Kena punu, pa pushim për vite me radhë. Normalisht, tu i nej punë mrapa, tu i punu, zenatin e morë me të mirë, rezultatet mos e vit, ndonë të vjen rezultatet. Që nga një pjatë larës, lexoj titull gazete, si nga pjatë larës ti arritet nga një pjatë larës në Udinë, apo ja? Nga një pjatë larës kena arrit me ba atë që se kanë ba shumë italian për shembull në Udinë.
për vite me radhë. Okej, dedikohet domethënë qenë shqiptar, dëshirës shqiptar për të përpara për të avancuar apo ka një element tjetër që Pa diskutim, ne kishim nevojë për gjithçka. Kështu që etja për me bë diçka është 10 herë më tepër se sa italianëve, sepse italianë donë kanë pas një bazë në jetë, kanë pas familjen, kanë pas një punë, kanë pas një tarpë, kanë pas një... Kurse ne, normal, të i fillu nga zeroja, njeriu kërkon me bë më tepër se sa duhet. Ne kena bë 10 hapa, se kanë bë hap përpara, sepse s'kan pas edhe nevojë normale. Masana i fillon të hyjnë në qef puna, kur i shef rezultatet, normal që njeri s'nalet. Shqiptar ju hinë qef puna kur janë jashtë. Këtë du me kesh pak... Për është ambienti, sepse këtu njerëzit punojnë. Këtu është i vetëmi vend që njerëzit natën shkojnë punë. S'ka pushina këtu, pushina atje. Shkojnë kafe me ne ka 4 orë, 5 orë me bë muhabet, po njerëzit punojnë. Kafja pihet në kam 2 minuta, si tanë tjerë. Edhe punojnë. Normalisht, kur je një ambient që punojnë tanë, s'ke si me bë ndryshe. Që mundesh mos me bë, po ambienti i shohat për shtatet e çon për me punu si tanë tjerë, normal. Po me kënë ashtu gjithë shqiptarë që kanë ardhur këtu do ishin bë ti e bë më i ti pizza di apo jashtë apo. Muhabeti që ka disa njerëz që në jetë kënaqen me pak. Ka njerëz që nuk i del. Dojnë më shumë, dojnë edhe më shumë se shumë, kështu që unë nuk kam absolutisht gjykime për ata që punojnë në fabrike marrin rrogën, por mundësia këtu në fillim ne na është dhënë me punu. Tonë kena pas barabartë, sepse kena fillu nga zero tanë. Dikush është knaq me marrë rrogën e fabrikës, me pas 15 ditë e pushimeve me ne, dikush nuk është knaq edhe ka ecë, më është edhe punë fati, duhet mu përpuq gjana. Nuk del vetëm me kënë bravo me punu, duhet me mu zjetë momentin e duhun, vendin e duhun e ta tjerë. Me njerëzit e duhun. Unë për shembull, eksaktamente, ne kena pas fatin me pas një familje bagit madhe, edhe kena punu tanë bashkë, si fillim. Edhe normal, mase ne çdo kush ka fillu me majt lokalin e vetë, me ecë përpara, me punua me bashkë, sepse është normal, është masë natyrale. Po fillimi hapi parë ka kenë që i kena marrë, i kena përgatitur, i kena fut njët, i kena dhënë një aktivitet në dorë me punua, tash janë ty në shpërblyj, sepse rezultatet i shohim. Që gjitha lokale që ne kena bë, sot i kanë fare fisi jonë, janë konatat, vllezërit, njerëz të familjes, që punojnë e majnë edhe familjen e tyne. Kështu që nuk është se është vetëm fat, është edhe punë e dedikim, normal. Kur ke një familje të madhe, mandej është fati i madh që bashkimi është vërtet bërfuqim. Unë takohet edhe ta ke ma vonë atë që djalin kanë pa edhe 2 vajzë, besoj. Çfarë i çunit e shqiptar e italian çe? Tash me fol drejtën, kjo historia patriotizmit mu nuk është se më ka pëlqyer ndonjëherë. Normal që nuk e mohoj ati falti që njerëzit që bajnë vetëm për me ba. Unë nuk e mohoj që jam shqiptar, s'kam për të mohu shati njeta. Në fakt, jo vetëm ju, po edhe televizionet italiane, edhe gazetet italiane kanë ardhur më kanë pyeti disa herë, mu s'm ka ndonjëherë zor me i thonë jam shqiptar ose që kam i këtë historia, kam fillu nga zero, sepse për menimin tem, përpara dhe me kanë një. Ma ne mund t'jesh shqiptar, kines, afrikan, qytetari i botës. Qytetari i botës. Që me patriotizm, fëmijët, që me thanë, fëmijët kanë ardhur në Shqipëni 3 herë, në jetën e tyre ka 15 vjet. Ka që nga Shqipëni edhe? 15 vjet që janë marrë Itali. Është gjithë të që janë. Për mu janë fëmijë italian me qak shqiptar. Për mu. Kurse për dikën thojnë pra kështu rrasën shqiptare në Itali? Kjera shtu rrasën shqiptare në Itali. Okej. Fatme, faktikisht ti ki qenë pak i përgdhelë qofte mediatikisht. Pash një seri gazetash që në shkruaj qofte qofte kombëtare. Pash bile edhe Madonna kishte dhënë një pjesë nga juve. Ki qenë i përgdhelë nga mediat apo ke punu që mediat pse u bani personazh mediatike këtu fjalë? Ti e gazetar dhe din ma mirë që artikujt në kubitali që i thojnë të italian me shkruajat mëdha nuk ja falin do kujdo gazetarët itali, sepse është gati një çmim, një premio që japin. Derisa janë interesu, kanë shkruar domethënë që edhe ty nuk ka bërë përshtypje sepse
e jemja me tamam është një fije si prau. Sepse kena fillu nga 0, përpër 0, 0, meno 0. Edhe sot, për shembull, jetoj me dijetet si 3/4 Italijës, për mos më thonë barazim. Kështu si nuk është se është krejt, do ka kollaj, sepse unë edhe i pranoj disa gjëra, e di situatat e shumë shqiptarë që kanë pas vështirësi mu fut në jetën ekonomike, publike, italiane, por për mendimin tem këtu meritokracia Allah respektohet. Që se ti e bravo, diku i shkon në mend për ty. Herë ta vonë del në pa. Unë kam menu disa herë ma Shqipni me punu, me hap një restorant për shembull italien, të mirë fill, me pru një kuzhinë speciale që kanë ta. Ma shumë e vështirë sepse nuk ka klim për me punu. Për mu janë tim punu me ma tepër këto zgjedhje që kena bërë, sepse edhe mu kështë pas qef me kanë Shqipni normal. Megjithatë, bisedës më thej kur po flishim jashtë kamerës, më thej që ti alas ke marrë dokumentet italiane. Ja, dokumentet italiane si kam marrë, la jam për ite, tash fakt do të me marrë. Je dash me sfidu Italinë, dash me sfidu Shqipni? Kam dash me, ja, ka një protest. Megjithatë shqiptar kemi të jo për një gjë, po shok, ke fiq. Për shembull, ti pikë Shkodran, fik ky duhet të jetë fik patligjan. Kjo fik patligjan. Por a urme ma? Kumla, molla, rrushin, ardhjet i kena mjell. Dhe janë mjell tamam si Shqipni. I kena po tamam si Shqipni. Kjo është të bërë italien i shqiptarizuar. Jemi në Shqipëri në shtëpinë tënde në Udit. Fatme, të shi u lanë kostumet, u lanë gjithë gjënët të gjej në punë. Normal. Gjithë qa ka orajnë e vetë, që është oraj me punu. Ose të mos djeleve, ape? Dile, punojnë ma tepër sa si ditë tjetër, sepse njerëzit janë shtëpi, kanë pushime dhe normal që ka ma shumë punë. Të shti, bëmi thonë me dikuj në Shqipni që ti ke 13 pizzeria, 16 pizzeria dhe punon vetë. S'ka si lloj problemi, Itali tonë punojnë. Itali çdo njeri që ka një aktivitet vetin, i bën hizmet e punon ma tepër se sa punëtor. Pra ti nuk je bosi që... S'ka si lloj bosi, ka njerëz që punojnë 12 orë në ditë, 13 orë në ditë, pa si lloj problemi. Shof edhe... Fjala bos nuk ekziston këtu, nuk e përpara. Edhe zonjën e cila po ashtu duket një italiane mirëfill. Pa tjetër. Gjej më shumë italianë se shqiptarë në fakt, në këtë stil punë, në këtë intensitet punë? Ma edhe italianë edhe shqiptarë, tash ne kena 20 vjetë këtu dhe na njohin tanë që bëjmë picën e mirë, e vinë edhe shqiptarë edhe italianë. Po, problemi është e thjeshtë që pse vinë këtu? Për simpati. Për simpati, okej. Pizza shumë e mirë. Pizza shumë e mirë, okej. Po i bërë në publicitet me këtë rast. Por problemi është që ti e bose, si vjen e punon të bë pizza? Ja, nuk është, nuk ka lidhje bose. Ne jena njerëz të thjeshtë, jena punëtor, gjithashtu edhe imprenditor, po punojmë vetë. Punojmë vetë. Pra, keni preferu më mirë punu vetë? Preferojmë punojmë shumë. Kena punu dhe me njerëz tjerë, por edhe vetë. Më thanë punojmë vetë se... Sa pizza keni posëm? Sot tash i kena fillu veç mas dite, se e dile hapim veç mas dite, po mirë ballë. Mirë ballë. Me numrat nuk e di taman, por mirë ballë. Të shtiki më shumë hallën e pizzës si po di, sa hallën tëmë që po të interesej, a punto,